Përshëndetje miq. Sot dua të ndaj me ju një temë shumë interesante. Si ndikojnë emocionet apo eksperienca traumatike në gjendjen tonë shëndetësore, shpirtërore dhe mendore. Trupi dhe mendja janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe çdo eksperiencë, sidomos ato që janë shumë të fuqishme emocionalisht apo traumatike në një sens, ndikon shumë në gjendjen tonë mendore, shpirtërore dhe fizike. Dhe manifestohet si një sëmundje, si një bllokim energjetik, si një dhimbje në një pjesë të trupit, e të tjerë. Kjo shpesh quhet edhe psikosomatike. Psiko, pra nga vetë fjala ndikimi i mendjes dhe i gjendjes mendore në një fazë të caktuar, mund të ketë qenë një gjendje mendore e ngarkuar, dhe soma që është trupi, pra manifestimi i kësaj gjendje mendore, i kësaj eksperience në trupin tonë. Çfarë ndodh kur një emocion nuk përpunohet? Kur një emocion si frika, zemërimi, trishtimi, apo emocionet të tjera shumë të fuqishme, në këtë rast negative, nuk përpunohen, nuk dëgjohen, nuk shikohen, ato do të fillojnë dhe do të akumulohen në një pjesë të trupit, dhe secila është e lidhur me një pjesë specifike të trupit. Dhe përpasoj ju do të filloni të ndjeni dhimbje kronike, dhimbje muskulare, probleme me gjumin, probleme me frymarrjen, probleme me tretjen, apo probleme të tjera të shpeshta si dhimbjet e kokës, marramendje. Sigurisht nëse të gjitha këto nuk kanë një shpjegim nga mjeku, ose një shpjegim tjetër si për shembull një sëmundje e trashëguar apo gjitha këto. Megjithatë edhe sëmundja e trashëguar ka një kuptim, por që nuk dua të ndalem te kjo video për këtë. Pra, të gjitha këto dhimbje të pashpjegueshme, të cilat në mënyrë të përsëritur vazhdojnë dhe sikur duan të na kujtojnë diçka, sikur duan të na thonë që hey, unë jam këtu. Ky emocion nuk është përpunuar, ky emocion nuk është parë, ose ky lloj emocioni po të shkakton të lloj problemi, kështu që po sikur ta çlirojmë nga trupi që të jemi më të lirë, më të shëndetshëm dhe më të freskët. Pra, gjitha kjo është si një thirrje për të fokusuar paksa tek cili emocion ju keni përjetuar dhe nuk e keni çliruar dhe nuk e keni dëgjuar plotësisht, cila eksperiencë traumatike ju ka shkaktuar këtë lloj problemi dhe si mund të shpëtojmë nga kjo. Pra, të gjitha pyetje që ne mund t'ia bëjmë vetes tonë dhe mund t'i adresojmë me qëllim që të çlirohemi dhe ne nga këto dhimbje, nga këto probleme dhe nga këto emocione të cilat nuk është mirë të mbahen dhe të akumulohen dhe më pas të manifestojnë si këto lloj sëmundjesh apo problemesh të ndryshme. Si manifestohen disa prej emocioneve të ndryshme? Duke filluar me frikën. Frika manifestohet si dhimbje e shpeshtë e gjunjëve. Sidomos kur ju keni frikë për të ecur përpara dhe për të bërë një ndryshim në jetën tuaj të përditshme, apo dëshironi të ndryshoni drejtimin e jetës dhe nuk po e merrni dot këtë lloj ndryshimi nga frika, ajo do të manifestohet si dhimbje e gjurit, e cila sidomos do të ndihet më së shumti sapo ju jeni ngritur nga gjumi. Frika mund të manifestohet tjetër edhe tek veshkat, mund të keni probleme me veshkat, por gjithashtu edhe dhimbjet e mesit. Nëse ju nuk keni frikë për të lënë diçka nga e kaluara të shkojë, apo keni frikë për të lënë pjesë të tuaja të kaluara për të ndryshuar dhe për t'i lënë ato të shkojnë për të bërë një person i ri, apo për të lënë një lidhje të shkuar, apo për të lënë një situatë nga e kaluara, e kështu me radhë. Duke kaluar tek zemërimi, i cili manifestohet më së shumti tek pjesa e qafës dhe e shpatullave, duke ndjerë një presion të lartë në këtë zonë dhe dhimbje të shpeshta. Gjithashtu, edhe tensioni i lartë i gjakut është një manifestim i zemërimit. Të përmendur edhe dhimbja e kokës, sigurisht. Ankthi nga ana tjetër manifestohet si në pjesën e kraharorit përgjithsisht dhe manifestohet si rrahje të forta zemre, apo duar të djersitura, apo mpirje të shpeshta, ngërçe të ndryshme. Kjo sidomos nëse ju keni emocione të tjera të paqëruara, të pazgjidhura, të cilat manifestohen si lodhje të shpeshta. Pra nëse ju ndjeni vazhdimisht të lodhur dhe pa energji, kjo do të thotë që shumë prej kësaj energjisë suaj po akumulohet ose po përdoret për këto lloj energjish që të cilat ju zën vend kot në hapësirën tuaj. Mendojeni trupin tuaj si një magazin. Okej, si një vend ku ju vendosni çdo gjë tuaj të vlefshme, dhomën tuaj për shkakun që keni gjëra të vlefshme. Por keni edhe këto gjëra të cilat ju zën shumë vend dhe po ju merret fryma dhe në rinjkod nuk është se po i përdorni. Madje as nuk e dini që i keni aty. Kjo është më e keqja, sepse në momentin që ti e di, edhe për emocionin, në momentin që ti e di,
që ky lloj emocioni po të shkakton problem, që nuk është mirë ta mbash, që nuk është diçka e bukur të ndihesh i zemëruar apo jo, apo të ndihesh ankth apo frikë. Dhe në këtë moment ju thjesht e largoni nga jeta juaj, apo e largoni atë lloj sendi që po ju zë frymën dhe po ju zë dhomën kot nga dhoma juaj. Por e gjithë puna, ose më saktë shumica e punës, është identifikimi i asaj që duhet rregulluar, sistemuar, zgjidhur, shëruar. Më pas çdo gjë tjetër zëre se bëhet vetë në mënyrë magjike, do thoja. Kështu që kjo është puna më e madhe për të bërë. Nga ana tjetër, turpi apo faji manifestohet tek pjesa e stomakut, e cila lidhet dhe me çakrën e pleksusit diellor, për të cilën e kemi folur. Dhe kjo mund të manifestohet si probleme me tretje, dhimbje stomaku, të shpeshta, dhe probleme me tretjen të pashpjegueshme në fakt, pavarësisht se çfarë ju konsumoni. Mund të përmendim edhe pjesën e frikës në të folur, e cila pra frikës për të shprehur, frikës për të treguar mendimin tuaj lirisht, e cila manifestohet në pjesën e fytit, që ka të bëjë me çakrën e fytit dhe mund të manifestohet si bllokime të shpeshta në fyt, kollitje të pashpjegueshme, apo bllokime, sikur ju merret fryma dhe nuk mund të flisni, nuk mund të shpjegoni dot të vërtetën tuaj apo emocionet tuaja, situatën tuaj në një moment specifik, dhe duket sikur fyti juaj papritur bllokohet. Pra kjo është ajo që ju mund të ndjeni nëse keni probleme në bllokime energjetike në këtë lloj çakre dhe bllokime emocionale në këtë lloj çakre. Nëse për shembull në të kaluarën juve nuk ju është dëgjuar ajo që ju doni të thoni, apo zëri juaj nuk është vlerësuar, apo mendimi juaj nuk është vlerësuar, ajo që ju doni të thoni asnjëherë nuk është dëgjuar dhe nuk keni patur mundësinë për të shprehur në radhë të parë. Pra të gjitha këto në mendjen tonë përpunohen si një rrezik ose si një situatë jo e këndshme, situatë e pakëndshme, si një traumë në disa raste nëse kjo ndodh për shembull nga njerëz që juve i konsideroni si të afërt. Dhe të gjitha këto manifestohen si bllokime emocionale të cilat ju ndoshta nuk i vini re dhe nuk i kuptoni se përse ndodhin, dhe thjesht duhet pak punë që ju të mund ta çlironi këtë lloj bllokimi energjetik, të çliroheni nga kjo lloj dhimbje kronike dhe shumë të tjera si ka thënë kjo. Të gjitha këto që ne përmendëm pak më lart në lidhje me ku manifestohen këto emocione në trupin tonë, në cilat organe, në cilat pjesë të trupit, pra disa prej tyre, jo të gjitha sigurisht. Nëse ju keni interes, unë mund të bëj edhe për emocionet të tjera, mjafton që të më shprehni dëshirën tuaj për këtë, apo të ndihmoj në lidhje me çfarë do lloj problemi që ju mund të keni. Por më shumë përmendëm pak pjesën e çakrave. Do doja të ndalesha pak më shumë tek këto bllokime energjetike në secilën prej çakrave. Ne përmendëm çakrën e fytit, përmendëm çakrën e pleksusit diellor, pra që kishte të bënte me fajin dhe turpin, çakra e fytit në lidhje me të shprehurit të vetvetes dhe të vërtetës suaj. Por kemi edhe çakrat e tjera, duke përmendur disa prej tyre, për shembull nëse keni patur trauma emocionale. Mund të manifestohen si probleme me riprodhimin që lidhen me çakrën sakrale. Probleme me riprodhimin, probleme me kreativitetin, nuk gjeni atë pasionin tuaj për jetën, nuk gjeni bukurinë në ardhe në të bukur, thjesht domethënë jeta juaj bëhet paksa e zymt dhe sikur jeni të shkëputur nga kjo ndjesia e kreativitetit në çdo lloj fushë. Pra jo vetëm kreativitetit ose të bërit të fëmijëve, por edhe fëmijë mund të quash edhe një art që ti mund të bësh. Fëmia yt është krijimi yt, është diçka që ti e ke krijuar nga fillimi dhe duke përdorur mendjen tënde analitike që është pjesa maskullore dhe kreativitetin që është pjesa femërore dhe këto të dyja duke u ndërthurur së bashku. Pra mund të shihet në këtë lloj këmbështrimi. Nga ana tjetër kemi bllokime në pjesën e çakrës së syrit të tretë. Në këtë lloj çakre mund të kemi bllokime në momentin që nuk shohim dot qartë, për shembull, nuk shohim qartë situata të ndryshme që na ndodhin, nuk shohim dot qartë qëllimet pas veprave të dikujt, sepse veprat janë tjetër gjë dhe qëllimet pas veprave janë tjetër gjë që ndoshta janë të kamufluara paksa dhe ju duhet të shikoni për te iluzioneve për të arritur tek e vërteta. Dhe këtë ju ndihmon të bëni çakra e syrit të tretë, që ju të shikoni gjërat për atë çfarë janë, të shikoni të vërtetën sy më sy dhe sado që është shumë e vështirë, sepse mund të keni të bëni me individ që ju i njihni, i doni dhe shikoni të vërtetën pas kësaj dhe mund të lëndoheni disi. Por në fakt, e vërteta, sado që është thonë që e vërteta është e hidhur, unë mendoj që është gjithmonë
rruga e dur, zgjidhja e dur dhe ajo që duhet të zbulojmë dhe duhet të gjejmë. Sepse fundja e vërteta është çlirimi apo jo, e vërteta ju çliron nga këto probleme, e vërteta është ajo që ju bën të merrni frym lirisht. Nga ana tjetër, nëse keni bllokime në çakrën e kurorës, ju do të ndjeni të bllokuar nga motivimi dhe nga ide të ndryshme që mund të vinë, sepse idetë sigurisht mund t'i shikojmë si bimë që mbillen ose mbi në mendjen tonë. Dhe sigurisht që mund t'i marrim dhe nga duke u lidhur ose duke u hapur sa më shumë në fushën e madhe të universit, ku këto ide ekzistojnë. Dhe ne thjesht mund të marrim disa prej tyre, ato që na përputhen, apo thjesht ato lindin papritur tek ne, nëse kjo çakër është e hapur, dhe na ndihmon vërtet shumë që këto ide më pas t'i vizualizojmë, t'i flasim në ekzistencë dhe t'i kthejmë duke vepruar me çakrën, pra lidhen të gjitha me njëra tjetrën, me çakrën e pleksusit diellor për ta sjellë në veprim, për ta krijuar me çakrën sakrale dhe për ta sjellë këtu në tokë dhe për ta bërë të jetojë krijimin ton me çakrën e rënjës, e cila ne na mundson që ta bëjmë të prekshme fizike dhe kështu me radhë. Pra janë të gjitha shumë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe nëse njëra prej tyre është e bllokuar, sigurisht që edhe të tjerat do të kenë probleme, nuk mund të kalojë energjia ashtu siç duhet. Çfarë mund të bëjmë ne që të mund të çlirohemi nga këto bllokime emocionale apo dhimbje të ndryshme dhe se si mund ta kuptojmë ne problemin? Atëherë, ajo që unë ju këshilloj të bëni është së pari njëherë të uleni në qetësim me veten tuaj. Sepse, në rregull, mund t'ju a thonë edhe të tjerë, për shembull individ të cilët janë të specializuar për këtë punë, ta identifikojnë problemin që ju keni. Por, edhe sikur, ju përsëri duhet të bëni punë me veten tuaj apo jo. Dhe e të mirave është që ju ta bëni këtë punë me veten tuaj, dhe të uleni në qetësi, dhe ta pyesni veten për një dhimbje specifike që ju keni shqetësim apo e ndjeni se vërtet është kjo që ne sapo folëm. Dhe të thonim, cila eksperiencë më shkaktoi mua këtë? Apo çfarë emocioni më ka shkaktuar mua këtë lloj manifestimi në trupin tim? Dhe të mos gjykoni apo të keni mendimin që largohu e gjëra si këto. Thjesht domethënë të keni një mirënjohje dhe përmësimin që kjo eksperiencë po ju ofron, por ju thjesht duhet ta dalloni. Dhe gjithashtu të keni një mirësi, sepse duke qenë e sjellshme me këtë lloj emocioni, do të jetë shumë më e lehtë për të punuar dhe për ta larguar. Pra duhet të ketë shumë kuptim në vetveten tuaj dhe në të gjithë trupin tuaj. Mirë kuptim, qetësi dhe një gjendje paqe dhe meditimi, thjesht të pyesni veten se pse ndodh kjo gjë. Dhe nëse ky lloj emocioni dhe ky lloj bllokimi është i lidhur, siç përmendëm, te çakra e fytit me të tjerë, shumë lehtë ju ndihmon falja, që në rregull mund të jetë e vështirë, por është çlirimi. Dhe ndodh menjëherë, sapo ju të falni, më besoni që vërtet do të çliroheni. Mund të falni veten tuaj për diçka apo të tjerët. Në rast se ju gjykoni se ata ju kanë bërë të ndjeni keq, ju kanë ulur zërin tuaj në disa momente, nuk ju kanë dëgjuar, gjëra të tilla si këto. Në çdo moment ju ndjeheni të zemëruar ndaj atij personi tjetër që përsëri lidhet me zemërimin, përsëri me pjesën e shpatullave. Dhe shikoni sa bukur lidhet pjesa e shpatullave e fytit me çakrën e fytit. Pra është të lidhura me njëra tjetrën. Dhe nëse ju bëni punë për këtë, do të çliroheni nga të gjitha këto lloj problemesh. Nga ana tjetër, ecja në natyrë është dorëmënjë. Më besoni që ju vërtet ju shëron për çdo lloj problemi që ju keni, sidomos nëse ju me qëllim do të fisni me natyrën dhe do ta falenderoni që ajo po ju shëron për X gjë, për çfarëdo lloj gjë që ju doni, për dhimbjen e kokës, për problemet me këmbët, fryrjen e këmbëve, probleme me damarët, çfarëdo lloj gjëje. Do thoni ju këto duan terapi, duan seanca mjekësore, patjetër që nëse duhet të bëhet ndonjë operacion, patjetër që po. Nuk po them që natyra do t'ju operoj. Thjesht në rastin e bllokimeve energjetike dhe në rastin e bllokimeve emocionale dhe traumave emocionale, natyra ju ndihmon shumë mirë ta çlironi të gjithë këtë lloj tensioni apo shtrëngimi në shpatulla, në qafë, apo
të shikoni më qartë, të largoni ato ret në mendjen tuaj. Pra ndihmon me oksigjenin e saj të paktën të merrni frymë thellë, që është një tjetër ritual që unë do t'ju këshilloja. Të merrni frymë thellë, të bëni frymarrje me hundet, të nxjerrni me gojë. Kjo do t'ju ndihmojë vërtet shumë të relaksoni sistemin tuaj nervor, të qetësoheni, të vini në trupin tuaj dhe vërtet të ndjeni se çfarë trupi dëshiron t'ju komunikojë, sepse trupi në vetvete po ju komunikon me këto lloj shenjash. Janë mënyra se si ai komunikon me ju. Janë mënyra se si ai po ju thotë që unë kam nevojë për vëmendje për këtë gjë. Dhe sigurisht, nëse ju ja ofroni, ai do t'ju shpërblej duke qenë sa më i shëndetshëm dhe i shëndritshëm dhe i qetë në fundit, në paqe. Kjo është ajo që mendoj të gjithë ne duhet të arrijmë, paqen e brendshme, paqen e jashtme, dhe ta ofrojmë këtë gjë për të gjithë të tjerët, sepse duke qëndruar me një person që është në paqe, detyrimisht do të ndjeni dhe ju në paqe. Nga ana tjetër, arti është diçka shumë e bukur që mund të bëni terapeutike, që edhe për mua funksionon më së miri, por edhe për shumë individë të tjerë që unë ja kam këshilluar, që kemi punuar, që vërtet e kanë provuar, por edhe histori të ndryshme që ju mund të dëgjoni, që arti vërtet është shërim për shumë bllokime emocionale, shumë sëmundje të ndryshme. Ju fut në një botë tjetër, ju ndihmon që të lidheni me atë pasionin tuaj që ju dukej sikur e kishit humbur, por gjithkohës ka qenë aty, në pritje për vëmendjen tuaj, në pritje për ju që ta shikoni, ta dëgjoni dhe ta përqafoni së fundmi. Sigurisht që ka dhe terapi të ndryshme, psikoterapi, ka shërime të ndryshme me muzikë, me frekuenca e të tjerë, por unë po ju them këto gjëra që ju mund t'i bëni edhe vetë. Gjithashtu edhe muzika, po, patjetër që ju ndihmon shumë nëse ju dëgjoni frekuenca shëruese, të cilat kanë kode shëruese, për të cilat kam menduar dhe unë të bëj një video sqaruese për secilën frekuencë dhe se cilën duhet të dëgjoni, në përputhje me të gjitha këto sa ne folëm, apo thjesht për relaksin e mendjes tuaj. Por lirisht ju mund t'i kërkoni dhe në internet këto muzikë dhe t'i dëgjoni, ju bëjnë vërtet shumë mirë, ju qetësojnë, ju relaksojnë dhe janë edhe të mira për të ndihmuar të meditoni nëse ju keni vështirësi në meditim. Këto ishin disa nga gjërat më kryesore që unë doja të përmendja dhe nuk e di nëse kam haruar një gjë, por si gjithmonë e them këtë, por mendoj se kam thënë gjithçka që është dashur të dëgjohet për jush. Jam shumë e lumtur që ndam këto minuta së bashku. Nëse ju do të keni pyetje, patjetër që mund t'i adresoni. Nëse ju do të keni histori për të treguar, jam shumë e lumtur t'i shikoj, t'i dëgjoj, t'i lexoj. Dhe përse mos i ndani me komunitetin ton, ku mund të ndjeni të dëgjuar, të kuptuar dhe të ndihmojmë njëri tjetrin që të çlirohemi nga këto emocione dhe të jemi sa më të shëndetshëm, të lumtur dhe në paqe. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër.